Ja ku erdhi momenti për të ribashkuar këtu në EJA ne do të vazhdojmë me dy rubrika shumë të bukura tani, të cilat të dyja janë manuale. Njëri është një manual edukues, një manual të cilin ne sjellim çdo të enjtë dhe bëhet fjalë për manualin e sjelljes. Sot do të trajtojmë një tematikë e cila është shumë interesante dhe ka të bëjë mbase me situata të cilat ndoshta të gjithë ne mund të jemi gjendur edhe në një farë mënyrë edhe mund të na kenë prekur. Komentet negative në rrjet dhe ndikimin që ato kanë në jetën tonë edhe mbi të gjitha në mënyrën se si ne reagojmë. Menjëherë pas sigletës ne do të jemi me sociologen Entela Binjaku. Kalojmë në këndin e manualit të sjelljes. Faleminderit që jemi në Entela. Faleminderit ju. Por si gjithmonë për të realizuar këtë moment inskrimin të manualit të sjelljes do të duhet edhe Antoneta për të sjellë një situatë. Situata që ne do të sjellim sot sigurisht që ka të bëjë me komentet e ndryshme që ndodhin në rrjet kundrejt situatave apo fotove të caktuara. Ma e pak telefonin? Po më merre. Shoh pak ç'a bëhet. Ja, tu lëm më pak ç'është kjo video? Kush është? Ua. Bukur? Kjo me Kush është me? Kristela, shife pak. Ua, pas ka lyer flokët. Më fal, shife çik çan ngjyra, i lyen në robi flokët të ngjyrë. Bukur i ka. E ke seriozisht tani, po ç'a bukur o zemra, nuk i shkojnë fare, ç'a thua si karagjoze. Pse me? Shiko, kam një adresë, duket kështu se kam një adresë fake. Po si njëri tjetër duket. Kam një adresë fake që do komentojmë atë adresën. Dhe Modni nuk shivesh pasur, jo, prit po shoh. Ç'do i thuash? Nuk shivesh pasur, nuk e pasur, diçka të tillë. Jo, Anto, jo. Po jo për tash. O zemra po vetë ka postuar, ai ka postuar tani, ai shoh si ka dalë. Ajo, dëgjoj. Jo, nuk të këshilloj ta bësh një gjë të tillë. Pse? Jo, se mund të ndihet keq. Po ta bënte njëri ty. Si ndjehesh? Po tani unë nuk e lyej flokët ashtu. Po mirë, lyen si lyen zgjedhja e saj. Jo se mund të preket. Unë nuk jam dakord, unë them jo. Ti që mua pëlqen një herë. Edhe sikur është shumë subjektive shija. Ço duhet ja prishësh shefin? Po tash me të drejtën. Ngjan ti çik kështu si. Jo. Po vërtet mendon që duhet ta komentojë negativisht? E mirë se na vurën në sedër tani. Jo, po e kam seriozisht, mendoj si për vete. Pastaj unë jam me parimin që nëse nuk ke diçka të bukur për të thënë, në raste të tilla, mirë, hesh. Pse duhet ta bësh ndihet keq? Pastaj ku e dim ne se si mundet të reagojë, se si mundet ta pyetoj këtë gjë. Ka ndodhur ndonjëherë në një situatë? Vërtet se e di që ndonjëherë shikoni na vijnë disa komente në moment edhe mendojmë që kur i bëjmë ndonjë adresë kështu, sikur nuk rëndojnë aq shumë, po kur e mendon, dihet që pas atyre adresave është një njerëz, kështu që ndihet keq. Po e lë. Reflektove. Po, vjen mirë. Mirë, ky ishte një skenim, kjo ishte ajo çfarë ndodh shpesh herë ndoshta në situata të caktuara që mund të jenë të ngjashme kundrejt reagimeve të ndryshme që mund të kemi për foto, video apo fenomene të caktuara. Faleminderit shumë. Si gjithmonë shumë bashkëpunuese. Ndërkohë që ne do të vijojmë me Entelën bisedën, çfarë nuk shkoi në këtë komunikim midis dy shoqeve dhe pse duket se është shtuar kaq shumë gjuha e urrëties dhe komentet negative në rrjet? Mendoj që gjuha e urrëties si kundër njihet tani më është një dukuri edhe kaq e re, kur mendojmë se sa vite janë bërë që veçanërisht mjedisi virtual është shumë pranë nesh dhe se sa kohë kalon secili prej nesh në këtë mjedis. Gjuha e urrëties në këtë rast i vishet kryesisht virtualitetit, sepse e tillë ishte edhe skena, por në jo pak raste reflekton një problem që njerëzit dhe shoqëritë ndryshme marrin dhe masa për këto. Ne nuk kemi qenë të mësuar me mjediset virtuale, sigurisht si pjesa tjetër e botës jemi rishtar në këto platforma veçanërisht, por njerëzit tek ne, mendoj unë, ngatërrojnë diçka, nuk mund të sillesh në mjedisin virtual siç nuk sillesh në mjedisin real. Pra edhe mjedisi virtual ka rregullat e veta. Po a është kjo një tregues i karakterit të personit që komenton? A është ky një tregues i një problematike që personi mund të ketë, se ne në fakt në rrjet shohim vrerë, shohim mullef, domethënë ti sheh një gjuhë urrëtie që të duket hera herës e çuditshme që mund të vi për një foto krejtësisht rastësore që gjithkush ka dëshirën e vet ta postoj ashtu si ka dëshirë.
Apo është tregues i një shoqërie deri diku të ashpër, edhe jo shumë liberale për të pranuar ndoshta edhe dëshirën apo pasionet që tjetri ka, për t'i shprehur Mendoj që të gjitha qëndrojnë, kur arrin në shoqërinë tonë, për shembull të lexosh komente dhe për personazh shumë të shquar ose njerëz me ndikim të madh, fjala vjen në fushën e artit, apo në fushën e futbollit, në fushën e aktrimit, dhe kur arrin të dëgjosh edhe për ato ikona sërish apo të lexosh komente negative, gjithmonë fillon të ngresh pikpyetje, po me këtë si ka mundësi? Sepse nuk e pret. Në shumicën e rasteve mendoj që ky mjedis kaq i ngarkuar me zemrim, me mlef, me urrejtje, lidhet edhe pak me faktin se shumë njerëz përfitojnë se janë pas një monitori. Në sy, kurse si nuk do kishin të njëjtën kurajo për t'i thënë. Po çfarë përfitojnë? Përfitojnë se ndihen të lirë apo përfitojnë se ndihen të rëndësishëm? Ndjehen larg, ndjehen, se të themi, në një distancë më të madhe, ndjehen disi të paprekshëm, ose ndjehen edhe pakës të rëndësishëm, sepse gjithmonë e din që ka edhe të tjerë që mendojnë si ata, apo që do t'i përkrahnin mendimet e tyre dhe marrin pak më shumë kurajo. Por në përgjithësi, unë mendoj që në këtë rast, në fjala vjen, është tregues pikërisht i një njeriu të mbushur, domethënë me shumë mlef, me shumë zemrim, që bëhet pak më trimërohet disi kur është përpara monitorit. Një situatë tjetër lidhet edhe me nivelin e përgjithshëm të popullatës, e cila, domethënë, shfaq edhe një nivel shumë të ulët të komunikimit, mungesë e dukshme, e empatisme të tjerë, apo mungesë e dukshme dhe argumenteve, sepse buron shumë zemrim edhe në rastet kur nuk kanë argumente dhe kanë vetëm, se të themi, emocion. Në një rast tjetër, mendoj që lidhet edhe me faktin e shoqërisë në përgjithësi. Unë mendoj që shoqëria jo nuk është e mësuar ende me rregullat, duke folur në nivel përgjithshëm, që nuk mund të sillesh si të duash në mjedisin virtual, ti drejtohesh tjetrit si të duash, duke mos marrë parasysh asgjë. Domethënë, tek ne etiketohet kryesisht për veshjen, etiketohet për pamjen, etiketohet për statusin ekonomik, buron, domethënë, zemërimi kryesisht në këto dimensione, dhe njerëzit ulen dhe shkruajnë si pa të keq. Ajo që nuk mendojnë është që pas një ekrani është një tjetër që i drejtohen, që i lexon, që po ashtu ka emocione dhe lëndohet. Deri ku mund të shkojë cënimi që mund të bëjnë këto mesazhe kundrejt personit tjetër? Pra çfarë ndikimi mund të ketë tek këta? Ne në fakt kemi edhe raste të cilat janë fatale, ku shumë prej personave të cilët në një farë mënyre kanë qenë viktima, pra janë sulmuar me një gjuhë urrejtje në rrjet, kanë marrë edhe vendime fatale. E vërtet, e vërtet. Për fat të keq, po, disa njerëz i përjetojnë aq shumë. Aspektin psikologjik, si ndikon edhe ku mund të shojë? Do me thonë, disa njerëz janë shumë të brishtë edhe preken thellësisht nga ato komente, nga çfarë u drejtohet atyre, çfarë thuhet apo çfarë shkruhet për ta, dhe si të tillë të brishtë edhe psikikisht dhe emocionalisht, lëndohen, mbyllen, trishtohen, mund të shkojnë edhe në akte ekstreme. Të tjerë sigurisht markohen, shënjohen, sepse mundet që atë që lexojnë nuk e presin, nuk e imagjinojnë, mundet që nuk e presin prej personave nga të cilët i lexojnë, apo mundet të ndjehen, si të themi, padrejtësisht të gjykuar, edhe kjo i lëndon, i mërzit, i trishton, i zhgënjen, pse jo. Unë mendoj që ka edhe raste kur njerëzit reflektojnë me të drejtë, do me thënë kur e kuptojnë që pa drejtësisht kanë gjykuar dikë, kërkojnë dhe ndjes. E kam vënë re këto në disa raste, por në përgjithësi gjithmonë është dikush që del jashtë, të themi, të tjerëve dhe vazhdon me atë mlef, me atë zemrim, me atë urrejtje, me atë gjuhë. Ajo që më bën përshtypje dhe do doja të cekja, përsa i përket rrjeteve sociale dhe mënyrë, jo vetëm komenteve të cilat janë negative, por edhe shumë prej personazheve të cilët tani më janë bërë në një farë mënyrë shumë virale në rrjetet sociale, zgjedhin të përdorin një gjuhë më shumë se fyese. Pra, një gjuhë e cila shkon përtej nivelit më të ulët të etikës. Dhe ajo që më bën përshtypje është se si ka mundësi që bëhen kaq viral, si ka mundësi që këta njerëz ndiqen, si ka mundësi që
dhe fatkesisht mund të bëhen më pas shembuj për të lindur të tjerë individ të cilët ndjekin po të njëjtën rrugë dhe të njëjtën formë. Çfarë nuk shkon? Sepse në shoqërinë tonë edukatën e kemi pasur gjithmonë që disa prej fjalëve të cilët nuk janë pjesë e etikës dhe të përdorimit tonë të përditshëm të evitohen, pra ne nuk është se kemi qenë një kulturë e cila ka qenë kaq liberale për mënyrën se si ti mund të shprehesh e të fyesh tjetrin, ëh? Po, ashtu është. Mendoj që kjo ka të bëjë me faktin se komunikohet në një nivel shumë psikik. Do me thënë, në psikën e njerëzve mund të ndikosh shumë më lehtë nëse i thua i drejton, do me thënë, i drejtohesh me tone të këtilla. Ka edhe studime madje që thonë, për shembull, se këto lajme negative, ose të pavërteta, ose komente të rreme dhe të paqëna, qarkullojnë shumë herë më shpejt se sa ato që janë pozitive, të faktuara edhe të drejta. Nuk duhet të harrojmë po ashtu që një pjesë e njerëzve kalojnë shumë kohë tani më në mjedisin virtual dhe nuk arrin dot edhe ta ndajnë atë që është përjetim real nga çfarë përcjellin. Po, a është një lloj konfuziteti dhe një lloj ka njerëz që vuajnë edhe çrregullime të kësaj natyre, të cilat i reflektojnë me shkrim, i reflektojnë përmes gjuhës që përdorin. Ka njerëz të cilët edhe në gjendje të rënduar mendore, dhe kjo është një ndër arsyet sepse nuk sugjerohet veçanërisht në momente kur ti je tetë i trishtuar, tetë i zemëruar, tetë i revoltuar, të ulesh përpara monitorit dhe të shkruash, sepse është, se të themi, një fluks shumë i madh emocional që ndikon procesin tënd të shkruarit edhe mund të te i kalosh edhe çdo lloj kufiri. Ka njerëz që vërtet reflektojnë, domethënë, një gjendje të rënduar emocionale, apo ka të tjerë që mendojnë sikur janë vetëm përpara atij monitori edhe askush tjetër, domethënë, nuk është midis tyre. Po ndërkohë janë të tjerë që i qarkullojnë, që i lexojnë edhe është për mendimin tim është një problem kjo që po bëhet aktualisht, veçanërisht e shikojmë. Njerëzit do me thonë që guxojnë të japin edhe një mendim publik, shpesh herë etiketohen, kampet ndajnë gjithmonë më dysh, një pjesë i japin të drejtë, një pjesë e kundërshtojnë, në mes nuk ka. Ju jeni një eksperte dhe sigurisht që njihni shumë mirë natyrën njerëzore dhe mënyrën e reagimit të saj. A mendoni se ka ndonjë lloj forme që në një farë mënyre të mundemi edhe të mbajmë në menaxhim apo të japim disa mesazhe, apo nëse ka politika aq më mirë atëherë për ta çuar në një rrugë të drejtë? U vendos para një viti, në mos gaboj, edhe mbyllja e një prej rrjeteve sociale siç ishte TikToku, që në fakt nuk rezultoi as pak e suksesshme, se njerëzit dashdonin, e përdorin, gjetën pra forma alternative për të qenë. U rihap prap dhe unë kam përshtypjen që jemi në të njëjtën situatë. Nuk është se ka rregulluar diçka. Vazhdojnë janë po të njëjtët persona që shajnë, fyejnë, sulmohen midis tyre. Ajo platformë mori famën sikur u mbyll, por në çfarë ne lexonim, dëgjonim nga të tjerë ishte që njerëzit gjetën një përdoruesi, të flasim, gjetën një rrugë tjetër për të qarkulluar të njëjtën platformë për të qenë aty. Çfarë rregullash ka? Rregulli numër 1 për mendimin tim është ky, nuk mund të sillesh online siç nuk sillesh në jetën e përditshme. Nuk mundesh. Ka rregulla dhe aty. E dyta, për mendimin tim, është të përpiqen ti përjetojnë pak më pak. Online ju thoni që janë të njëjtët persona që dhe në jetën e përditshme duhet jenë të tillë. Pra që mund të jenë agresiv, që mund të jenë pa edukat. Nuk mundesh. Do me thonë, po nuk mund të jesh njëri tjetër. Në jetën tënde të përditshme ti nuk flet ashtu. Pse duhet të shkruash ashtu? Ose ti flet ashtu edhe kjo do të thotë që je po i njëjti. E dyta, mendoj që një ndër gjërat që shikoj unë për shembull janë personat me ndikim. Këtu është krijuar edhe një lloj konfuzioni midis personave të njohur në shoqëri dhe të ashtu quajturve VIP, të cilët edhe përcaktojnë në një farë mënyrë trendin. Kudo janë të tillë, ata prandaj janë, domethënë, VIP. Por këtu tek ne unë shikoj që sa më vulgar, sa më i pa edukuar, sa më pa nivel, aq më shumë ngjiten rreth teje. Ndërkohë që ai që është në ekuilibër mental mbi të gjitha, njëri i formuar, me shumë bagazh, ka një botë madhe shpirtërore, është empatik, është i pasur në fjalor, del gjithmonë, nuk është 100 fjalë siç janë kategoria e parë zakonisht. Këta ndiqen më pak. Megjithatë, unë përsëri mendoj që shoqëria ju e thatë, ne punojmë me njerëzit, është puna më e vështirë, besoj unë, të punosh me njerëzit, sepse
veçantia e njeriut është reaktiviteti, ai ndron mendje, ndryshon sjellje, sa do ti ta mësosh, ai në një moment del nga vetja dhe transformohet në një qenie tjetër. Kështu që nuk duhet të çuditemi, po vetëm duhet edhe ndonjëherë ti marrin pak më pak personalisht. Unë shoh njerëz që frustrohen edhe i përjetojnë aq shumë personalisht, po duhet pak më pak. Pastaj ka edhe rrugë të tjera, siç janë edhe rrugët ligjore, ne nuk jemi edukuar, se edhe kulturën ligjore kemi të mangët. Ne boll halle kemi me probleme tema të tjera dhe çështje të tjera sa dhe kjo, por nuk është më pak e rëndësishme edhe fyerja në virtualitet, kërcënimi, shantazhimi, apo kjo urrejtje kaq e madhe ndaj njerëzve. Si e përballon një fëmijë gjuhën e urrejtjes edhe fyerjen në rrjetet sociale, se jam dakord që një rritur mbase është disimi i përgatitur apo mund të ketë Ka një proces tjetër psikik, po fëmijët po, e vuajnë. Një fëmijë si e përjeton, çfarë ndodh me psikikën e tij? Po, sidomos dhuna kibernetike, cyberbullying, do me thonë që ata e njohin kështu, po dhuna në mjedisin virtual është për shumë problem. E shikojmë që fëmijët... A referohen në raste të tilla problematike? Po, më shumë, atëherë njihet, dhuna në rrjet, njihet se si përcillet, njihet në platformat ku përcillet, platformat ku ata janë më shumë të miturit, dhe dihet që do të thonë njihet se si e përjetojnë. Dhe a referohen, kryesisht referohen në nivelet themi prindrish, në nivel mësuesish, apo pak më lart të drejtorit, por në do të thonë aspektet të themi institucionale të lidhura me ligjin besoj se ende janë të pakta, por është realisht një shqetësim shumë i madh, sepse e shikojmë këto të pohohet nga prindër, për shembull, që referojnë se si përjetojnë fëmijët e tyre, etiketimet që bëjnë grupet e bashkëmoshatarëve në mjedisin virtual, se sa lëndohen, sa zhgënjen, sa trishtohen dhe si e përjetojnë ata psikikisht këtë lëndim nga ana e miqve dhe shokëve. Si duhet reagojë një prind në situata të tilla? Cilat janë hapat që duhet ndjek nëse kupton që fëmia i tij bullizohet, kërcënohet, thyet? Është përsëri dalim tek detyra e prindit. Detyra e prindit është ndër detyrat më të vështira. Prindi është misionar gjatë gjithë jetës. Dhe kur fëmia është i vogël edhe kur ai është i rritur, prindi është gjithmonë, domethënë, për të aty duhet jetë. Tani si reagojnë. Edhe këtu prap kemi diferenca. Ka prindër cilët reflektojnë një nivel të lartë maturie, pjekuri emocionale, kulture, edhe dinë se si të drejtohen edhe i gjejnë atë mënyrën. Po ka të tjerë që janë në nivele shumë të dobta të edukatës personale, janë agresiv, edhe si të tillë e shpërfaqin, domethënë këto, me pretekstin e parë që ju jep fëmia i cili domethënë të jetë i shantazhuar, i kërcënuar, i lënduar, i bullizuar nga bashkëmoshatarët. Si duhet të sillen? Gjithmonë prindi duhet të jetë bashkëpunues me shkollën, duhet të jetë bashkëpunues me mësuesit, duhet të jetë bashkëpunues me policin, me atë oficerin e sigurisë, me këto, si të themi, pika ose hallka që punësohen dhe paguhen posaçërisht për një mirëmbajtje të përgjithshme, domethënë, të nivelit shoqërisë. Do ishte një shoqëri më e mirë nëse do ishte më pranues me njëri tjetrin dhe më respektues. Sigurisht. Ne përgjithësi kemi shumë punë për të bërë me veten. Ato që janë virtytet të shoqërisë shqiptare janë pa diskutueshme, por pikat e tjera ku ne duhet punojmë janë të shumta dhe veçanërisht për ngritjen e nivelit përgjithshëm kulturor, sepse sa më lart ne të ngjitemi në këtë nivel, aq më të hapur bëhemi, aq më mendje të gjëra jemi dhe aq më pak të nxehta janë gjykimet tona dhe aq më racionale dhe të mbështetura. Ishte shumë e bukur të lexonin vetëm komente pozitive dhe komplimente. Është e pamundur. Është shumë e bukur se sa të hysh të lexosh më pas. Po, mund të tani që po bisedonim bashkë, po mendoja se si, domethënë, mund të isha përballur unë me një situatë të tillë, sepse për aq kohë sa je i ekspozuar virtualisht apo mediatikisht, patjetër që nuk janë të gjithë, domethënë, ndjekësit mbështetës. Dhe më ka ndodhur, për shembull, që në ndonjë rast dikush ka komentuar edhe më ka ardhur mirë kur të tjerë komentues, në vend që të merreshin me atë që dëgjonin dhe thuaj merreshin me atë që kishte, domethënë kishte në një farë mënyrë kishte kritikuar mënyrën time, apo ka ndodhur në një rast tjetër që për shembull më është dukur sikur padrejtësisht e kanë gjykuar
një qëndrim timin edhe kanë kërkuar dhe ndjes në radhët e atyre njerëz. Kjo është një mirë, Më ka ardhur mirë edhe besoj se ka të tillë. E me sa duket edhe ndjekësit e tu, duhet jetë një grupim ndjekësish që kanë një lloj inteligjencë. Unë i respektoj, po më duken shumë elitarë, që është e vërteta. Dhe më vjen shumë mirë. Falenderoj shumë Etela Binjaku që ishe me ne, falenderit për gjithë zbërtimin që i bën kësaj situate dhe shpresojmë shumë që t'jemi gjithmonë njerëz sa më komplimentues dhe një shoqëri më komplimentuese dhe më dashamirëse me tjetrin, dhe t'i lëmë më njanë kërcënimet, fyerjet edhe gjuhën bullizuese. Tani do shkojmë në një tjetër manual dhe do të jetë Antoneta ajo që do të drejtojë një pjesë shumë të bukur. Faleminderit Iva, do të kalojmë tek një manual që ka lidhje me të bukurën, edhe kemi të ftuar Evisi Noimeri këtu në studio, mjeshtren e parukerisë, gjithashtu pedagoge në New Generation. Mirë se erdhe Evis. Do të zhvillojmë një bisedë shumë të këndshme, temën u tregoj më njëherë pas sigletës.